Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po shërton shkarkimin e komandantit përgjithshëm Aleksandr Syrski në një përpjekje për të zgjidhur krizën më serioze ushtarake në mandatin e tij, raportoi Financial Times, duke cituar një zyrtar të lartë të administratës ukrainase. Sipas burimit, Zelensky do mbledh komandantët ushtarak këtë fundjavë për dëgjuar vlerësimet e tyre për situatën në fushën e betejës dhe për të shqyrtuar kandidatët e mundshëm për komandën e forcave të armatosura. Presidenti i Ukrainës, raporton gazeta, do të ishte i gatshëm të shkarkonte Syrskin, i njohur si Kasabi, nëse ai mund të identifikonte një komandant të aftë për siguruar një tranzicion të qetë duke ruajtur një mbrojtje të fortë përgjatë frontit prej 1200 kilometrash. Mundësia e shkarkimit të Syrskit, raporton Financial Times, u shfaq pasi protestat kundër shkarkimit ministrit të mbrojtjes Mikhailo Fedorov u përshkallëzuar në një demonstrat më të gjerë kundër komandantit përgjithshëm të premte në mbrëmje. Mira njerëz u mblodhen para ndërtesës administratës presidenciale në Kiev, duke rritur Syrski jashtë. Fedorov kishte pretenduar se Syrski kishte penguar përpjekjet e tij për të reformuar ministrinë e mbrojtjes. Ndërkohë, Moska ka bërë disa sulme me raketa supersonike ndaj Kievit, duke shkaktuar dëme në objekte civile.